që ka po Trepça, të Malik Johnsonit është gabimi fundamental i Trepçës edhe ja ka prish komplet lojën Trepçës. Nëse Baro me Majers? Po? Aty ka qenë në zavendësimi i ati Baros me Majersin, i cili ndoshta po ka pikë të shënuar në kërcime, mirë, por nuk është ai lojtar i cili mund të bazohet loja e Trepçës në këto takime. Kemi parë ato takime të cilat Trepça i ka humbur në të kaluarën, nuk ka pas problem për të fituar ato ndeshje. Pastaj ndryshime në pozitën e playmakerit që përmendi Altini, Malik Johnson ndoshta nuk ka shënuar shumë pikë, mirë, po ka qenë organizator perfekt i lojës. Po dhe vetëm playmakerat kur nuk japin shumë pikë, nuk shpenzojnë shumë. Unë kam një statistik këto, 17-1 kanë shëtu për 3 pikë, 2 lojtarë, Maduti edhe kë Green të Trepçës. Trepçës kundër vllazнимit. Kjo është 13-1 ka shëtu playmakeri i pari i Trepçës për 3 pikë, 7%. Ato nuk shënohen si topat humbur, po janë topat humbur faktikisht, sepse ato kanë marrë për shooter, nëse e shikon lojën finale, Malikun edhe Green, unë kam thonë që u përfundu liga. Me hekjen e Malikut është rikthy prap, nuk po dihet kush mundet me u bë. Lërem 4 ndeshjet e fundit, Trepça i ka 2 fitore, 2 humbje, pas asaj disfatës nga Bora e ki shiku edhe vetë, ki qenë palesër atë ndeshje, erdhi fitore angusht dhe shumë e vështirë ndaj rivalit direkt Bashkimit, ndërkohë Ylli i shkaktoi disfatën e 8 vjet duke i hap rrugën Prishtinës që eventualisht kalon edhe në pozitën e dytë, por ishte Ylli ai që pas Trepçës e mposhti edhe Prishtinën edhe ja mohoi këtë gjë, por për Yllin pak më vonë. Ishte i nxehtë. Po, jo, ka dalë, prit, po. Po, së fundi pra ishte edhe fitoria shumë e ngushtë, shumë e vështirë kundër vllazнимit. Komentet. Mendoj që Trepça ka një krizë momentale. Unë kam thënë që Trepça është prapë se prapë ndoshta ekipi më i mirë së bashku me Bashkimin kur kemi parasysh lojtarët vendor. Mirë, po diçka është duke ndodhur aty, nuk di se pse është kjo rënje e formës, është ngopje me rezultatet, pastaj edhe Adis Berqi Ragic në këto ndeshje të fundit është shumë më nervoz, nuk marin asesi ta kombinoj skuadën e cila në ato ndeshjet e kaluara ka qenë ekip i pamposhtur, tani e shohim që mund të mposhtet nga secili kundërshtar. Kështu që unë shpresoj që Trepça sërish do ta marrë veten, do të jetë ajo skuadra e cila do të luftoj për titullin e kampionit, duke pasur parasysh gjithë një skuadrën apo sa lojtarë cilësor janë në skuadrën e Trepçës, edhe mendoj që Trepça së bashku me Bashkimin